Keni probleme me gërritjen, provoni këtë recetë dhe do shpëtoni. Përfitime shëndetësore që marrim nga vaji i ullirit janë të panumërta. Një prej përfitimeve që vjen nga përdorimi i vajit të ullirit është eliminimi i gërritjes. Gërritja është një problem që prek miliona njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdisshme e gërritjeve gjatë natës prish gjumin e çdo personi në të cilën ndodhet në dhomë. Gërritja ndodh gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes. Zakonisht gërritja konsiderohet gjithashtu si një çrregullim i gjumit, por sipas të dhënave të Elshuc, mund të ketë pasoja serioze mjekësore. Në botë gjenden produkte të pafundme kundër gërritjes, dhe një prej tyre është edhe vaji i ullirit. Por si ta përdorni vajin e ullirit kundër problemit të tillë? Merrni një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe e pini çdo natë përpara se të bini për të fjetur. Vaji i ullirit lubrifikon fytyn dhe zbut gërritjen. Vajin e ullirit mund ta pini çdo ditë edhe për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe për të përmirësuar kështu imunitetin tuaj.